Dhe një nga dyert e mëdhaja që e ka qelë Islami për më mirë është njeti. Prandaj këtë hadith e ka pranë dietar për më tregu rëndësinë e njetit. Do nëse mshil dera e hijretit nga Mekja në Medinë, nga një vend i caktuar me shku te pejgamberi alayhis salatu wasalam, mshil e derë s'është mo se Mekja është çliru dhe pejgamberi ka vdek, ka mbet një derë e madhe e punëve të mira. Në kuadër të kësaj që ka mbet e ka pranë njetin. E ka pranë njetin. Don ti kanë nuk i mundsi për shkak me lëviz, nuk i mundsi më shpërngul, nuk i mundsi më shku në vend më të mirë. Njetë e kiqë nëse bëhet mundësia unë kam më shku. Nuk i mundsi më bëni punë të mirë për shembull, caktuar për me ndihmu fen Allahut, me përhap fen Allahut, me bëj punë të mira, s'ki mundsi. Je kufizuar në mundsi, je kufizuar në hapësirë. Njetë e bën. Nëse Allahu më jep mundsi, njetë e kam e bë. Njetë jam të bë. Andaj njeti këtu domosdoshmë është një derë e madhe me bëj punë të mira, edhe pse realisht mungon vepra. Prandaj këtu Imam Newawi rahimullah në mënyrën e ka komentuar ka thonë, kjo e jep me kuptues se sa është më rëndësi kush, sa është më rëndësi njeriu gjithë me bëu hajër, me bëu njet, me bëu hajër. Prandaj një nga këshillat e mëdha të rëndësishme që Imam Ahmedi rahimullah ja ka thënë djalit vet, i ka thonë ja bunayya inwil khair. O djalem, bën njet me bëu hajër gjithmonë. Ti bën njet, bën mundësit e bën, s'bën mundësit ty tjetë shpërblimi i njetit. Dhe kjo është një mençuri e besimtarit që fiton me njet atë që fiton, atë që nuk ka mundësi me fiton me vepër. Unë jetë kam me ma pa Allah, me pa Allah që të pasuri që shtu e kësha po, me pa këtë diri që shtu e kësha po. Nëse bon mundësi në tarmën, që shtu këmja po. Nëse Allahu Azogel me apë një fmi, me linë Allah, njetë e kam me bo për shambull, hafëz, me bo, djetar, me bo, njetë unë e bëj. E kur vinë rëthanat, punej për me e jetësu njetën.